Këtë të martë në gjykatën e posaçme u zhvillua seanca në themel ndaj kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës Erion Veliaj. Ky i fundit nuk mori pjesë në seancë dhe përmes një deklarate të dërguar në gjykatë, shprehej se refuzonte të ishte i pranishëm, pasi nuk ishte njohur ende me disa fashikuj të dosjes ndaj tij. Por ky nuk ishte rasti i vetëm që Veliaj përdor taktikat e tij për t'u shmangur drejtësisë. Avokati i Veliajt, Plarent Ndreca, ndau këtë të martë në GKK 5 kërkesa të klientit të tij, që qëndron në e burgut të Durrësit prej rreth 16 muajsh. Ndreca parashtroi kërkesat, një prej të cilave duke ngritur pretendimin e distancës kohore nga njëra seancë në tjetrën. Vlerësojmë se seanca një herë në javë nuk garanton mbrojtje efektive, është afat shumë i ngushtë, të paktën të jenë 2 javë nga një seancë në tjetrën, tha ai. Në rast se Plarent Ndreca dhe Erion Veliaj do të kërkonin një gjyq të shpejtë, çështja tani më do të kishte përfunduar, po afrohet muaj korrik para rreth një viti që kur SPAK ka dorëzuar në gjykatë aktet dhe të gjitha provat e dosjes. Nëse do të ishte zhvilluar gjyqet pa shtyrje seancash apo me skenaret e ndryshimit të avokatëve, Veliaj do të kishte marrë tashmë vendimin nga gjykata, ndoshta pafajësinë ose ndoshta dënimin. Po të kishte bashkëpunuar me drejtsinë, shumica e të akuzuarve të dosjes, përfshirë edhe bashkëshorten e tij Ajola Xoxa, si edhe biznesmenët e ndryshëm me të cilët refuzonte se kishte bashkëpunuar, nuk do të ishin as pak nën akuzë, por me sa duket, Veliaj bashkë me Ndrecën kërkoi me qëllim që të vijojë shtyrja e seancave gjyqësore, pasi edhe këtë të martë, avokati i tij i pandehur nga SPAK ka kërkuar që seanca të zhvillohet një herë në 2 javë, ndërsa Dumani ka thënë që edhe prokuroria mund të kërkonte gjyq çdo ditë, por dihet se kjo është e pamundur, prandaj një herë në javë është e duhura. Duket se Veliaj vazhdon me shtyrjen e seancave gjyqësore, veç ndryshimit të vazhdueshëm të avokatëve. Kujtojmë këtu faktin se provat ju dhanë në mënyrë elektronike dhe u morën nga përfaqësuesit e tij ligjor, por më pas Erion Veliaj u kujtua dhe kërkonte të kishte të printuara. Në momentin që brenda 24 orëve ju printuan materialet pas vendimit të GKK-s dhe ju çuan në qelitë e Durrësit, refuzoi t'i merrte. Më pas erdhi avokati Plarent Ndreca dhe tani ka filluar sërish të dalë zbuluar çdo skemë dhe skenar. Kjo pasi prokurorët thonë të bëjmë gjyq çdo javë, pra edhe i pandehuri Veliaj do të ketë një gjyq më të shpejtë dhe drejtësia do të vendoset ashtu siç ai dhe Plarent Ndreca kërkojnë, kur në fakt ky i fundit ka kërkuar që gjyqet të jenë çdo 2 javë. Pra është e qartë e gjitha, taktika dhe strategjia që do të përdoret në GKK nga Erion Veliaj dhe Plarent Ndreca do të jenë shtyrjet e seancave gjyqësore dhe zgjatja e procesit gjyqësor për të kapur disa afate për gjykimin, të cilat mund të sjellin lirimin e kryebashkiakut të Tiranës nga qelia. Në fakt e vërteta është që gjykata ka vendosur pezullimin e afateve të masës së sigurisë, çka do të thotë se kryebashkiaku Veliaj, pavarësisht çdo lëvizje, do të vazhdojë të qëndrojë në qeli. Nuk do të paraqitet në gjykatë pasi nuk pranon të jetë në kafaz, kërkon trajtim special dhe gjithashtu të vazhdojë të allavan e tij politike që bënte edhe kur ishte i lirë, të ketë mediat, ndoshta edhe një mikrofon aty jashtë për të kënduar së bashku me influencerët, këngëtarët dhe mbështetësit e tij që kanë ndezur protestat kundër kryeministrit Rama.